Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Fruti që po habit mjekët e konsumoni çdo ditë për një muaj do zgjidh një problemin tuaj më të madh. Rrushi i kuq nuk është i mirë vetëm për të bërë verë, ka më shumë se 200 lloje të përfitimeve që do të merrni prej tyre. Ka përfitime të shumta shëndetësore nga rrushi, si për shembull në kujdesin e lëkurës dhe të flokëve. Rrushi i kuq përmban pak kalori dhe më pak se rrushi i bardhë. Ai përdoret për të bërë verë kuqe, lëngë rrushi ose mund të konsumohet i papërpunuar. Rrushi i kuq përmban vitaminën A, C, B6, kalium, kalcium, hekur, fosfor, folat, magnez dhe selen. Flavonoidet janë antioksidantët më të fuqishëm që gjenden te rrushi që kontribojnë në shëndetin e syve. Por cilat janë benefitet e rrushit dhe çfarë do të merrni nga konsumi i tyre? Sipas Healthline do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga konsumi i përditshëm i rrushit. Ka veti antiplakje. Lëkurat dhe farat e rrushit të kuq përmbajnë rezervatrol, që kontrollon procesin e plakjes. Rezervatroli është një antioksidant i fortë që ndihmon në ruajtjen e shëndetit të lëkurës. Përmirëson aktivitetin antibakterial. Rrushi i kuq posedon veti antibakteriale dhe antivirale, kështu ju mbron nga shumë infeksione. Vetitë antivirale janë gjithashtu të dobishme për të luftuar kundër viruseve, siç mund të jenë edhe ato herpes. Përfiton shëndeti i lëkurës. Rrushi dhe farat e tyre përmbajnë një sasi të madhe të antioksidantëve. Ato janë 50 herë më të fuqishëm se vitamina E dhe 20 herë më të fuqishëm se vitamina C. Kjo ndihmon për të mbrojtur lëkurën nga dotja dhe dëmtimet e toksinave. Kjo është gjithashtu e dobishme për riparimin e kolagjenit. Lehtëson çrregullimet e veshkave. Rrushi i kuq është i dobishëm për zvogëlimin e acidit urik. Këto ndihmojnë për të eliminuar acidin nga sistemi dhe për të zvogëluar presionin gjatë punës në veshka. Janë të mira kundër Alzheimerit. Rezervatroli, një përbërës jetik i verës së kuqe, është i dobishëm për të trajtuar sëmundjen e Alzheimerit. Rrushi i kuq është i dobishëm për të luftuar kundër problemeve neurologjike degeneruese. Përmirëson shikimin. Rrushi është i pasur me antioksidant të fuqishëm, rezervatrol që kryen funksionet e tij të agentit bllokues kundër disa enzimave specifike që degenerojnë edhe indin. Ka veprime antialergjike. Rrushi i kuq përmban flavonoid të njohur quercetin, që jep efekte antihistamike së bashku me një efekt antioksidant. Prandaj, ajo është e dobishme në trajtimin e problemeve të alergjive. Zemra juaj do të përfitojë nga konsumi i rrushit. Flavonoidet dhe rezervatroli që gjenden te rrushi i kuq janë të njohur në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Incidenca e sëmundjeve të zemrës në Francë është më e ulët për shkak të konsumit të verës së kuqe dhe rrushit të papërpunuar. Lëngu dhe vera e bërë përmbajnë antioksidantë të tillë, të cilët ndihmojnë në uljen e rrezikut të problemeve të kolesterolit të lartë, presionit të lartë të gjakut, mpiksjes së gjakut dhe sëmundjeve që lidhen me shëndetin e zemrës. Përmirëson fuqinë e trurit. Rezervatrol rrit rrjedhjen e gjakut në tru me 200% dhe kështu ndihmon për të përshpejtuar përgjigjen dhe aftësinë tuaj mendore. Rrit imunitetin. Kjo është një nga përfitimet më të mira të rrushit të kuq. Ai është një mënyrë shumë e mirë natyrore për të forcuar sistemin imunitar të trupit. Ndihmon në humbjen e peshës. Rrusi është një burim i pasur i saponineve që gjenden në lëkurën e jashtme. Ndihmojnë në grumbullimin e kolesterolit dhe ndalon absorbimin e tij në gjak. Kjo ndihmon në parandalimin e obezitetit dhe sëmundjeve të zemrës. Është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të astmës. Rrushi i kuq ka vlera të shquara terapeutike që mund të lehtësojnë problemet e astmës. Fuqia asimiluese e rrushit është e lartë. Kjo rrit lagështinë në mushkëri e cila ndihmon në lehtësimin e problemeve të saj. Parandalon kataraktën. Flavonoidet përmbajnë antioksidantë që mund të ulin dhe luftojnë radikalet e lira dhe të parandalojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të kataraktës. Rrushi është një nga zgjidhjet mjaft të mira për shëndetin. Rrushi i zi është një nga produktet më të mira edhe kundër diabetit. Antioksidantët e rrushi i zi përmirësojnë aftësinë e trupit për përmirësimin e glukozës dhe ulin nivelin e sheqerit në gjak.
Për më tepër, rrushi ka nivele të ulta glicemie që ndihmon edhe në zbutjen e simptomave të diabetit. Rrushi i zi i bën shumë mirë shëndetit të zemrës. Antioksidantët e rrushi i zi luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës. Antioksidantët e rrushi i zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacioneve të tjera dhe përmirësojnë kështu enën e gjakut. Nëse jeni një person që doni të keni një shëndet më të mirë të zemrës, atëherë konsumi i rrushit të zi kryesisht në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit të saj dhe gjithashtu do të mbajë larg një sër komplikacionesh që i kanosen. Edhe shëndeti i trurit mund të përfitojë nga konsumi i rrushit. Antioksidantët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen tuaj të shëndetit të trurit dhe do t'japin gjithashtu rezultate të mira në këtë aspekt. Antioksidantët rëndësishëm mbrojnë trurin, kështu lehtësojnë luhatjet e humorit dhe të humbjes së peshës dhe do të ofrojnë gjithashtu recetën më të mirë të shëndetit të kujtesës. Edhe shëndeti i syve mund të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i rrushit. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë kryesisht në zonat e mesdheut janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdes së syrit dhe probleme të ndryshme të shikimit. Kjo i atribuohet kryesisht ushqimit dhe konsumit të rrushit dhe verës që prodhohet në mënyra sa më natyrale. Rrushi është një zgjidhje ushqyese për të gjithë ata personat që duan të kenë edhe një shëndet më të fortë. Konsumi i tij mund të jetë gjithashtu një produkt pozitiv edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Ndonse të kufizuara studimet tregojnë se, në përgjithësi, rrushi i zi dhe ai i kuq mund të jenë burime të shkëlqyera të melatoninës për trupin dhe për shëndetin tuaj, dhe do t'japin gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt, duke përmirësuar edhe cilësinë e gjumit. Ekspertët thonë se konsumi i rrushit të zi në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e aftësive tuaja dhe do të rrisë gjithashtu cilësinë e gjumit. Rrushi është një frut shumë i pasur me antioksidant, që ju ndihmon dukshëm në përfitimet më të mira të shëndetit të zorëve, fal elementeve të tyre ushqyes të cilët kontribuojnë ndjeshëm në përmirësimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Për më tepër, rrushi do të forcojë sistemin tuaj imunitar dhe do të parandalojë problemin e radikaleve të lira në trup. Përfitimet e rrushit në organizëm janë vërtet të larmishme. Vetit antioksiduese të rrushit ndihmojnë për të mbajtur nën kontroll problemet e kolesterolit të dëmshëm. Rrushi përmban fibra dhe acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në luftimin kundër problemeve tuaja të kapsllëkut dhe do t'japin kështu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Fal vetive të tij ushqyese, rrushi ndihmon gjithashtu edhe në pastrimin e shëndetit të mëlçisë, duke ofruar vlera të larta për trupin tuaj. Sëmundjet e lëkurës gjithashtu mund të jenë më të lehta për të mbajtur nën kontroll me përfshirjen e rrushit në dietën tuaj. Rrushi përmban gjithashtu vitaminën B, e cila ndihmon edhe me vetitë e saj antibakteriale në luftimin e problemeve të akneve dhe të rrullave, dhe sigurisht do të ofrojë kështu një mirëqenie më të mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Përfshirja e rrushit në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni një organizëm të fortë, rrushi duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Rrushi është i pasur gjithashtu me vitaminën C që ndihmon sistemin imunitar. Përveç kësaj, ai ka edhe të mira të shëndetit si vitamina K, kalium e të tjera, citon klinika Cleveland. Rrushi përbën edhe numrin më të mirë të vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme për trupin, të cilët do të sjellin rezultate të kënaqshme në aspektin e shëndetit tuaj. Nëse doni një organizëm më të fortë dhe të përfitoni nga vlerat e tij, atëherë rrushi duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.